Tash vajzat më veç kanë fillu me ndërtu familjet e tyre, po keni po ka herë është problem kur e nis me folë të duhet që po tjerë janë nis me pas i prallë. Edhe ndodh që nga një herë kur detyrojnë ato me folë, janë gjysë lën rrefimin sepse duket që nuk janë Kam ngojnë. Nuk janë ka besuar që apo që kanë ndodhur vjet në Kosovë. Që s'kan ndodhur para 100 vjet. Që s'kan ndodhur para 100 vjet. Vetë që do të pështu grave vajza që para 25 vjet e kanë pas probleme me grup bukur. Sarani para 25 vjet akademike jonë ka vozit taks. Krye prokurori i Kosovës ka vozit taksi unë në 96 në 5 që është, ka qenë prokuror tani pasaj krye prokuror i Kosovës. Atëherë ka qenë taksi, po. Dhe me thonë, nejna, a qena pas zhvesh, akademik kanë qenë taksi, mu më ka vozit akademiku. Për një nevoj, si jo që më kam pas, por për një nevoj dhe në spital, me bashkërët në time, profesori më turp marrë, me po profesori të vozit me taksi s'ka pas buk. Si jemi kanë të largu nga shkolla, nga puna. Kjo s'ka ndodhë para 1000 vjetë, ka ndodhë para 26 viteve. Dhe po harrojmë ku jemi kanë. Praktikisht, si me thonë, neve na kanë hukë krej, na kanë zhvesh dignitetin. Vitin 90 këtu a pas zhvesh dignitetit totalisht. Sukur që fillun pas luftës marrë qytet, para luftës për nga qyteti shkonin në fshat, për me mujtë me siguru ushqim. Unë kam jetuar Prishtinë nga viti 85 jam vendosur, dhe e di jetën në qytet dhe jetën në fshat, dhe me çka sfidas janë përballuar njerëz. Kështu që kur flas me fëmijë ose për ne kur i tregoj këtu historinë herë që më fusin, janë nisi edhe janë e qyri, dhe më lekëta në shtasion të besu, se për një mes i pra duket. Se tash, që farë thona jemi, që farë kushte jemi, me ju thonë që kam kaluar nga shtëpia, dhe që kam pa 2 vjetë familjen, dhe 4 muaj, 5 muaj, një këmë shku në familjet e më. Ama gjitha natë kam kaluar. Këtë kam pas 5 minuta shpijen. Kam pas fëmin, dhe nuk kam shkuar me vizitu fëmin e me. Për shkak se, eventualisht, më hetu dikush, ka shkaktu të lashe edhe familjes edhe njerëzve të rrejtit lagjes, për muaj të tërë nuk jam shkuar. Tash kur e thu këtu, e tjerët kanë edhe tregime edhe më të rënda, po gjatë doken si hajgaren këtë kohë, po ky e realitetin se në kemi kaluar. Edhe ato që thatë, kam pa nanën e s'ka mujtë me folë. Me gjithë djalin në autobus. Ja im dalë me pa mo nanën, se s'kisha pa 2 vjetë. E kemi ndalë autobusin me Kumanovën, herojnë e kombit. Jemi fut më rana në autobus, që kam thënë Kumanovës, folë ti me nanën, se nuk njërë në zanë, se të kishë njerë që mu më një zanë. S'ke folë hiq? Jo, veç që më afru edhe djalin durimin, atëherë ka pas 5-6 vjetë, dhe nana e shka në ullë mes autobusin me gjithë djalë, jemi afru, kështë po i kontradojmë të letë njëftimat, jemi afru të nana. Dhe Smeti ka full me nanën. Kur e po nana e nisi me kajtë. Smeti për të lokën na e dim kush je. Vish po dëna me thonë që muni i djemve tu, plakit tonë nuk asë të shku. Pështë, ne jem të vazhdu